Izraeli është në krizë, vlerëson Andrew Hammond, gazetar dhe profesor në Universitetin Kombëtar Australian, dhe shton se që nga tetori vitit 2023, Izraeli ndodhet në një qendje të përhershme lufte me një sër armiq të brendshëm dhe të jashtëm, nga palestinezët e Gazës deri te shteti dhe shoqëria iraniane. Shumë politikan, analistë dhe komentator e kanë parë këtë si provë të forcës, duke mbështetur në përdorimin në rritje të tropeve hebraike të së djathtas ekstreme izraelite për Izraelin e madh. Ata shpesh flasin për një Pax Israelika në lindjen e mesme. Termi është domethënës, pasi thjesht riprodhon konceptin më të njohur të Pax Americana, për cilin Izraeli funksionon rajonalisht si një pikë mbështetjeje. Nëse ka pasur ndonjë periudhë kur ideja e Izraelit si hegemoni rajonale kishte ndonjë kuptim, ajo ishte gjatë viteve pas marrëveshjes së Abrahamit në shtator 2020 deri më 7 tetor 2023. Gjatëherë, ushtria izraelite është vendosur nga një konflikt në tjetrin, në përpjekje të njëpasnjëshme dhe të dështuara për të shkatruar armiqtë e saj. Ajo shkatroi Gazën, por Hamasi vazhdon të qëndrojë. Ajo i preu kokën Hezbollahut në Liban, por grupi është rikthyer si një forcë guerile që i reziston okupimit Izraelit. Stoqjet e dronëve dhe raketave që ish-ministri i mbrojtjes Yoav Gallant i kërkuan nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit, pretendoi se ishin pothuajse të shkatruara, janë rikthyer në përdorim. Ajo përpoqte eliminonte udhëheqjen e Ansarallahut në Yemen, të njohur si Houthi, pasi forcat amerikane dështuan të rrëzonin grupin në fushatën e tyre të vitit 2025 në Yemenin Verior, por dështimi amerikan u pasua nga dështimi i saj. Dhe së fundmi, dështoi të rrëzonte Republikën Islamike të Iranit, të shkatronte kapacitetet e saj ushtarake apo ta kthente vendin në një shtet të dështuar. Tani, liderët izraelit po flasin për Turqinë si objektivin e radhës, sikur të kishin pas vetes një seri suksesesh lavdishme. Në mars, ish-kryeministri Naftali Bennett e quajti Turqinë Iranin e radhës, ndërsa kryeministri aktual Benjamin Netanyahu këtë muaj akuzoi në rrjetin X presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për akomodimin e regjimit terrorist iranian dhe përfaqësuesve të tij dhe për masakrimin e qytetarëve të tij kurd. Nga njëra anë, është e qartë se përmes kësaj gjendjeje të vazhdueshme lufte, Netanyahu, gjithashtu i kërkuar nga gjykata penale ndërkombëtare për të njëjtat akuza si Gallanti, shmang një krizë personale politike për shkak të akuzave për korrupsion që mund ta çojnë në burg. Por, pavarësisht kundërshtimeve të herpashershme që rrjedhin në media, establishmenti ushtarak, inteligjencës dhe politik izraelit, në terma të përgjithshëm, ka pranuar vazhdimin e kësaj gjendjeje lufte të përhershme të këtij shteti të vogël me fqinjet e tij. Pse? Përgjigjja qëndron pjesërisht në ngritjen e të djathtës ekstreme të pasuar tek kolonët, e cila gjatë 2 dekadave të fundit ka arritur të depërtojë në nivelet më të ulta të ushtrisë dhe në pjesë të burokracisë. E futur në qeveri nga Netanyahu në vitin 2022, liderët e saj bëjnë thirrje hapur për spastrim etnik të palestinezëve në Gazë dhe në Bregun Perëndimor, duke pasur fuqinë për të zbatuar politika edhe më agresive në këtë drejtim. Nuk është rastësi që kjo formë më brutale dhe mesianike e shtetit izraelit shfaqet në një moment kritik të historisë konfliktit në Palestinë. Realizimi i barazisë demografike mes palestinezëve dhe popullsisë hebraike izraelite. Statistikat izraelite dhe ato të autoritetit palestinez tregojnë rreth 7.7 milion në secilën anë, duke çuar numrin total të njerëzve në kontrollin e shtetit izraelit në afro 16 milion. Izraeli ka ndjekur një model për shkallëzimi represiv që përputet me rastet ngjashme të kolonializmit në fazën e tij të fundit. Mjafton të kujtojmë kampet e përqendrimit në shkretë të tillë në Libi nga Italia fashiste, masakrat dhe torturat e Francës në Algjeri, kampet britanike në Kenya apo përdorimin e armëve kimike nga Portugalia në Angola dhe Mozambik. Lista e brutaliteteve izraelite është rritur ndjeshëm: tortura sistematike, krime seksuale të ndaluarve, urime masive, varre masive, përfshirë mjek dhe fëmijë, të varrosur me duar të lidhura pas shpine. Me mbështetjen e SHBA-s, lider politik dhe ushtarak u bën thirrje palestinezëve të largohen nga Gaza ose të përballen me vdekjen. Kolonët kryen pogrome në Bregun Perëndimor. Ushtria ka zhdukur 10 fshatra në Libanin Jugor. Forcat erore godasin ndërtesa banimi për të vrarë individ caktuar dhe vrasjet e liderëve të huaj janë bërë politike hapur. Netanyahu i paraqet këto politika si vullnet për të riformësuar rendi rajonal. Por t'i lezosh ato si shfaqjet fuqisë është keq kuptim. Fuqia nuk është vetëm aftësi për të vrarë, por edhe për të krijuar stabilitet. Izraeli është shndruar në një agjend kaosi, i aftë vetëm të bërhap shkatrim, pa arritur objektiva strategjik, shkruan Hammond. Përtej ushqimit narrativës së paprekshmërisë, ky kaos shërben për të shtyrë krizën themelore të Izraelit, gjegjësisht krizën e sionizmit.
Deri vonë, përgjigja kryesore ndaj kritikës së kolonializmit vendbanimeve nuk ishte argumenti akademik, por suksesi demografik. Për dekada, popullsia e ardhur ishte numerikisht superiore ndaj popullsisë vendase. Por ndërsa ky avantazh demografik po shembet, vlerëson Hammond, luftrat e pafundme shërbejnë për të eksportuar problemin dhe për të shtyrë përballjen përfundimtare me realitetin palestinez. Megjithatë, kjo politikë po gryen vetë shoqërinë izraelite. Numri i izraelitëve që emigrojnë për shkak të pasigurisë ekonomike, destabilitetit rajonal dhe ekstremizmit të brendshëm po rritet. Ish zëvendës kryeministri Tzipi Livni deklaroi në mars se apartheidi i dhunshëm po shkatron shtetin e Izraelit, ndërsa shefi i shtabit Eyal Zamir paralajmëroi se ushtria mund të shembet nga brenda pa mobilizim të detyrueshëm. Ndërkohë që vëmendja publike përqendrohet te Irani dhe zhvillimet ushtarake, kriza reale qëndron më thellë. Kriza e sionizmit. Palestinezët kanë treguar një qëndrueshmëri që ideologjia nuk e kishte parashikuar kurrë, ndërsa politika dhe shoqëria izraelite po bëhen gjithnjë më të dëshpëruara në përpjekjet për të menaxhuar këtë realitet. Por një projekt si Rodezia në Mesdhe nuk është projekt mbijetese, është gjithnjë më i qartë se nevojitet një mënyrë e re mendimi, shkruan mëtej Hammond.